alo s'mora përgjigje, a kemi me shtru gypa a jo. Çka po tentojmë i ronë fije është, ju po thoni, që kjo këqyret veç prej kanë vështrimit ekonomik, apo? Edhe s'pëdi, nashta ambiental. Duhet më mbledh ekspert. Jo nuk e thash këtë. Thash edhe konsideratat politike. Për që s'mora përgjigje, më ka tentojmë i ronë fije që ka thatë. Që kjo nuk është veç ekonomia, po, nëse thuhet është vendim strategjik, çtu po thot ambasada amerikane. Nuk është që kjo punë matët me ana kushton ma lirë miro gypi, ka ky katun, a ka e katun. është përcaktim strategjik. A jeni ka shihnin qeveri si përcaktim strategjik, a duheni edhe që ta me matë me cent, edhe me gram, edhe me mikropartikla? Sigurisht që shihet si vendim strategjik, një e para, po e dyta pse është vendim strategjik, nuk do të thotë që të mos matet me gram. Edhe vendimet strategjike duhet të merren, edhe vendimet strategjike duhet të merren në mënyrë të tillë që të jemi komplet të informuar çka jemi duke bërë, qytetarët të jenë komplet informuar çka jemi duke bërë dhe sa do të na kushtoj neve si qytetar. E dyta, prap po kthehem, nuk mund të them unë sot një qëndrim, një vendim për sot, duke qenë se nuk kemi një koncept të projektit për të cilën jemi duke folë. Për ndryshe, ne kemi prap, po të ishim kundër gazit Amerikan. Çfarë kuptimi do të kishte që të ishim kundër gazit Amerikan? Dhe dhe ta bëjmë atë argument që kishim qenë kundër, pse do të kishim bërë marrëveshje me Shqipërinë? Pra në vitin 2021, ne nuk kemi vendosur të bëjmë një gazsjellës për ta marrë gazin prej Azerbajxhanit, mirë po e kemi bërë një marrëveshje me Shqipërinë, sepse ka qenë specifikisht marrëveshja me LNG dhe sepse ka qenë më e lirë dhe më e mirë për neve. Dhe edhe me këtë, edhe në komunikimet e ambasadës, nëse i shehni edhe publike, mirë po dhe diskutimet që i kemi, mendoj që edhe të kjo çështje kemi shumë të përbashkëta se sa që është duke u thënë. Për shembull, bashkëpunimi me Shqipërinë, në Vlorë është diçka që përkrahet plotësisht edhe nga ta. Pastaj edhe një çështje tjetër shumë e rëndësishme është që ne nuk kemi qenë në 2021 dhe nuk jemi tash për ta zëvendësuar thëngjillin me import të gazit dhe kjo është diçka e cila gjithashtu kanë vështrim të cilën edhe nga komunikimet publike, se nuk dua të po e mbajmë diskutimin në ato që tashmë janë thënë publikisht prej ambasadës, që as ata nuk e shohin dhe definitivisht nuk janë duke insistuar që ne ta zëvendësojmë qymyrin me import të gazit. Po,